Bismillahirrahmanirrahim. Po vazhdojmë të përmendim edhe diçka nga vlerat e kësaj sure. Një prej vlerave që e marrim është kul ya ibadi yaqul lati hi ahsan. Nëse sa na duhet në Ramazan me u, domethënë, me u angazhu që sa më shumë me kultivu këtë pjesën e sidomos domethënë përgjatë agjerimit me nxjerr fjalë sa më të mira. Fjalë domethënë që janë më sa më shpresdhënëse, sa më të bukura, sa më të artikuluara, sa më kështu domethënë respektuese ndaj të tjerë, sidomos gjatë tubimit, gjatë diskutimit, gjatë ligjerimit, a kupton? Kjo është se më hampi gjërave që neve na mungon në Ramazan. Ramazan shumë kemi ngrysje, kemi heshtje, kemi domon pasivizim, kemi ikje, kemi izolim, kemi gjumë, po s'kemi angazhim, s'kemi diskutim, s'kemi kështu sinkronizim, s'kemi gjallërim. Jo çudi subhanallahu. Besoj edhe ju e keni vërejtur po edhe ne, secili Ramazan domethënë është më i dobët, është më i vëbeket, është më i zbeht sa Ramazani më që ka kaluar. E ne do të më mundu domethënë këtë atmosferë të Ramazanit me ringjallë nëpërmjet këtyre mjeteve, këtyre rrugëve. Edhe motoja e suksesit në Ramazan, kul ya ibadi yaqul lati ahsan. Thuaj robërve të mi, thuaj besimtarëve, thuaj shokëve, le ta flasin atë që është më e mira për gjatë agjerimit. Ndaj të tjerëve, duke dhënë shpresë, duke dhënë optimizëm, duke shpërndar hare, gëzim, buzëqeshje, afrim, optimizëm e kështu me radhë. Andaj e kemi, kul ya ibadi yaqul lati ahsan. Dhe subhanallahu ka thënë një jetë i mirë, nxjerr perla nga i Zoti domosdoshmë. Një jetë i mirë, nxjerr fjalë të mira. Andaj Ibn Kaimi rahimahullahu thotë fjalët që i nxjerr robi, realisht e tregojnë shijen e zemrës tij. Tregojnë shijen e zemrës tij. Dhe le mundohemi të jemi njerëz që japim optimizëm, japim shpresë, japim ose si më thon përcjellim edhe shpërndojmë sinergji pozitive. Në mënyrë që të ketë edhe kuptim edhe vlerë Ramazani edhe agjerimi jonë, edhe këtë kemi tek surja Yusuf. A kupton? Kemi tek surja domethënë kur tha ja buneje la taqsus ru'yak. Mos u trego domethënë ëndrrën atyre. Se po u tregove ëndrrën atyre, kupton ata të gllabrojnë. Kul ya ibadi yaqul lati hiya ahsan. Si më thon, përveç përvojës së Jusufit, përveç kësaj këshille edhe këtij orientimin tek surja Isra, që realisht mundemi me quajt motoja e suksesit, nëse kemi gjithë secili përvoja. Aftë nganjëherë një fjalë e keqe e hap një varr. A kupton? Po në anën tjetër një fjalë e mirë, a kupton, e mbyll një plag edhe e kuron një dhimbje. Dhe le të mundohemi në Ramazan të jemi të këtij. Jo vëllezër Ramazani, agjerimi me qenë shkak me ofendu, me i largu të tjerë. A kupton? Në momentin kur vjen puna deri aty kur të tjerë thojnë mos u ul me as është agjerueshëm, agjerimi ka diçka defekt. Ka domthon një defekt më. Ne le të mundohemi Ramazani të jetë si më thon ajo mundësia dhe shansa domthon për të përmirësuar këto gabime dhe këto lëshime. Lutje Malli Zot na bashkohu gjithmonë ai